Jemi mbledhur sot për të kujtuar dhe nderuar një njeri fjalët e cilit la gjurmë të thella në kulturën dhe ndërgjegjen tonë shoqërore e kombëtare. Largimi nga jeta e Rushit Ramabajës në moshën 77 vjeçare na prek thellë sepse me të humbim jo vetëm një poet, gazetar dhe publicist të shquar, por një zë të rrallë intelektual që për dekada i qëndroi besnik fjalës së shkruar. Rushit Ramabaja i përkiste brezit të intelektualëve që u formuan herët dhe u provuan e sprovuan gjatë. I lindur në mares të Prishtinës, aja kushtoi pjesën më të madhe të jetës së tij gazetarisë dhe letërsisë, duke qenë për shumë vite pjesë e gazetës Trilindja, aty ku fjala kulturore dhe kritike kishte peshë dhe përgjegjësi. Edhe pas luftës, ai vazhdoi të shërbej me mendimin e tij në radio gazetari, duke mos u shkëputur asnjëherë nga misioni i informimit dhe i reflektimit publik e politik. Largimi i Rushit Ramabajës na pikëllon sepse me të humbim edhe një ndërgjegje të ndjeshme dhe një mendje të angazhuar të kulturës sonë dhe të sociopolitikës sonë. Rushit Ramabaja ishte prej atyre intelektualëve që nuk e shihnin fjalën si zbukurim, por si përgjegjësi. Ai shkroi jo për të qenë i zhurmshëm, por për të qenë i vërtetë. Në mbi 20 vepra të tij, letrare me poezi, prozë dhe publicistik, gjejmë shqetësimin e njeriut që nuk pajtohet me harresën. Gjejmë dhimbjen e historisë, por dhe shpresën se fjala mund të mbajë gjallë atë që rrezikon të mbas. Veprat e tij janë dëshmi e një jete të jetuar me mendim kritik, ndjeshmëri dhe guxim intelektual. Rushit Ramabaja është njeri që i qëndroi besnik fjalës që shkroi, edhe kur ajo ishte e vështirë, edhe kur kërkonte përballje. Ai ishte shembull i intelektualit të angazhuar që nuk u largua nga realiteti, por e përballoi atë me mendje dhe me shpirt. Në çdo funksion që pati, ai ishte një qytetar aktiv dhe politikisht i angazhuar. Sot në këtë ceremoni përkujtimore, kur Rushit Ramabaja po ndahet fizikisht nga ne, nuk e kujtojmë vetëm për atë që ishte, por për atë që na la. Na la libra, mendime, kujtime dhe një trashëgimi që do të vazhdoj të flas për të. Na la një shembull se si fjala mund të jetë akt moral dhe kulturor njëkohësisht. Edhe ata të cilët kanë shkruar kritika për Rushit Ramabajën, nga Radogoshi deri te Kadareja, duke e cilësuar edhe si Balzaku shqiptar i kohëve tona, padyshim që janë pjesë përbërëse e kujtimit që kemi për Rushit Ramabajën, e i cili do të mbjetoj edhe në shumë e shumë breza më pas. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen Ramabaja, për miqt, kolegët, bashkëpunëtorë, të gjithë ata që e njohën e bashkëbiseduan me të, dhe që padyshim se e deshën Rushitin. Nga takimet që unë kam pasur me të, ka qenë e pamundur të mos dëgjosh prej tij diçka që nuk do ta dëgjosh nga asnjëri tjetër dhe as që ta ka marrë mendja se ndokush mund të jetë aq lucid, pra aq i kthjellët e i thukët në kapjen e thelbit të gjërave si zhvillime politike apo dhe trajtesa historike. Për bindjen time, Basar Rushit ka qenë midis historisë dhe bukurisë. Midis historisë si shkak edhe bukurisë si synim. Dhe për këtë arsye, ai për mua personalisht mbetet i paharrueshëm. Dhimbja e familjarëve, e neve që e njohëm, e të gjithë kolegëve të tij, të gjitha kohrave, padyshim që është e përbashkët sepse e tillë është humbja tash që se kemi më fizikisht. Fjala e tij do të vazhdoj të dëgjohet sepse do të lexohet,
dhe sepse fjalët lindin nga e vërteta e cila nuk vdes kurrë. I qoftë i lehtë dhe i Kosovës. Lejoni që t'ju shpreh ngushëllim edhe një herë dhe t'ju falenderoj për këtë pjesëmarrje. Sot po ndahemi nga njeriu ynë i dashur, i shtrenjtë, Rushit Ramabaja, një njeri jashtëzakonisht i dashur për gjithë ne, një personalitet i rrallë i letrave shqipe dhe një nga shkrimtarët gjithsesi më të njohur në rrafshin kombëtar. Shkurja në amshim e tij nuk është vetëm humbje për ne si familje, as vetëm dhimbje personale imja. Ajo është plagë e hapur për kulturën shqiptare. Është një plagë që do të mbetet e tillë për kohë gjatë, edhe për mendimin kritik dhe për fjalën e ndershme që Rushiti e mbrojti deri në frymën e fundit. Me largimin e tij, letërsia shqipe humbi një zë të jashtëzakonshëm, ndërsa shoqëria jonë humbi një ndërgjegje të kthjellët të mendimit sociopolitik. Rushiti nuk ishte shkrimtar i rastit. Vokabularin gjithë atë dashuri për të bukurën duket se ka trashëguar sidomos linjën e rrëfimit nga gjyshi. Ai nuk shkroi për të qenë i pëlqyer, as për të reatuar në konformizëm. Ai shkroi sepse besonte se fjala ka mision, se shkrimtari ka ndërgjegje dhe se heshtja kur e vërteta kërkon të thuhet është një formë bashkëfaqësie. Në veprën e tij gjejmë njeriu, kohën, dhimbjen, shpresën dhe atdheun, gjithmonë të trajtuara me ndjesi të thellë prej artisti, me ndershmëri morale dhe thellësi shpirtërore. Por për krijimtarinë e tij, megjithatë, do flasin ata që janë më kompetent se unë, sot e nesër dhe në tutje. Për mua si familjar, Rushiti i kalonte kufit e shkrimtarit, sado i madh që ishte. Ai ishte mentori imi në kuptimin më të mirë të kësaj fjale. Ishte model i intelektualit të angazhuar, shembull i rrallë i dinjitetit njerëzor dhe një udhërrëfyes shpirtëror në kuptimin më të thellë e më të plotë fjalës. Në bisedat tona të gjata, sidomos në kapërcyllet e jetës, e që na përballi me mekanizmat e shtetit serb, sa ky krahja dhe ton ishte në pushtimin serb, në heshtjen e tij të mençur, në këshillat e dhëna pa zhurmë, mësova se si duhet të rreshtohemi krahas me ata që mëkuan revolucionin ton të 81-shës dhe më pas sollën në skenë në jetë ushtrinë shërimtare të veçlisë, siç dua ta quaj unë. Është nder e detyrë dhe në këtë plan e pata mbështetjen e tij të pakursyer, se fjala e shkruar na mësoi ai nuk është zbukurim pa barë, se mendimi i lirë kërkon guxim dhe se dashuria për atdheun nuk shpallet me zë të lartë, por dëshmohet çdo ditë deri në mbylljet kapitullit të jetës. Rushiti jetoi ashtu siç shkroi, me përkushtim, me ndershmëri dhe me një besnikëri të palkundër ndaj vlerave kombëtare njerëzore. Nuk u lodh kurrë duke kërkuar kuptim, drejtësi dhe dinjitet për veten, për kombin, për njeriu. Sot, derisa po e përcjellim fizikisht, e dim se Rushiti nuk largohet në pakthim. Ai mbetet tek dy djemtë e tij të mrekullueshëm, Albani e Dardani, tek vajza e tij e shtrenjtë, Rozafa, në librat e tij, në mendimet që na la, në gjurmët që nguliti thellë në ndërgjegjen tonë dhe në kujtesin e përbashkët kombëtare. I përjetshëm qoftë kujtimi yt i dashur Rushit. Fjala jote do të jetë më gjatë se ne. Është një çast i rëndë për mua të përfaqësoj familjen, të jap disa fjalë
rasti për respektin që keni treguar për këtë organizim, si djali i madh në emër të familjes. Megjithatë duhet të ndaj disa fjalë të shkurta për babën ton, bashortin, vllain, mikun, shkrimtarin që sot e përcjellim me shumë dhimbje po edhe me krenari, Ryshtran Baj. Për ne ai ishte shtylla e familjes, jo vetëm si më i madhi ndër vëllezër dhe motra, edhe si kryefamiljar, po natyrisht edhe si dietar, udhërrëfyes i qetë, edhe për familjen e gjerë, si një shembull i dijes, urtësisë, po edhe atë dashurisë. Më vonë edhe si gjysh shumë i dashur për nipin dhe mbesën e tij, të cilët i donte pa mas, edhe që siç thoshte vetë i kishte dhurat nga Perëndit. Babi ishte një njeri thjesht, i drejtë i përkushtuar në objektiva, në detyrat e tij, që jetojmë në dëshmëri, larg luksit dhe formaliteteve boshe, po gjithnjë duke gjetur kuptimin e jetës në punën e ndershme, në fjalën e drejtë, edhe në qetësinë e ndërgjegjës së tij. Ai na mësoi se dashuria për vendin nuk niset me fjalë të mëdha, por me virtyte njerëzore, me respektin për njeriu, për natyrën, për kafshët, për punën e ndershme dhe për të vërtetën. Këto janë vlerat që ai na la trashëgimi, që për ne do të mbeten gjithmonë udhërrëfyes, dhe për shoqërinë normalisht babi ishte shkrimtar intelektual i ndërgjegjshëm që deshja të dheu me përkushtim të thellë, po dhe guxim gjithmonë të palëkundër. Patriotizmi nuk e kishte zhurshëm, por i heshtur dhe i qëndrueshëm, edhe gjithmonë i mishëruar në veprat dhe në fjalën e tij e shkruar. Veprat, siç e folën edhe kolegët dashamirt, miqtanë më herët, ishin të shkruara me një stil të veçantë, të thellë, me gjuhë të larmishme dhe të pastër dhe shumë të veçantë. Por unë që e veçoj është se përmes veprat tia gjithmonë i dha zë flakëve dhe vuajtjeve, por edhe shpresës së popullit tonë që kishte për të ardhmen. Në shkrimet e tia dashuria nuk ishte ndaj dheut, nuk ishte si slogan, por si përgjegjësi morale, një kujtesë historike dhe një dashuri e dhëmshme. Ai besonte se fjala e lirë është një formë qëndrese dhe si shkrimtari ka për detyrë të shërbejë të vërtetës, edhe atëherë kur heshtja duket më e lehtë. Ndarja e tij nga jeta është natyrisht humbje e madhe për familjen tonë, gjithsesi edhe për kulturën shqiptare. Megjithatë, ngushëllimin e gjejmë në veprën që na la pas, një vepër që do të vazhdoj të jetoj edhe të flas në kujtesën tonë kolektive. Në emër të familjes, edhe një herë ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj, për respektin, për mbështetjen, për këto fjalë shumë të bukura, edhe për ngushëllimet që na keni dhënë. Faleminderit shumë, Mazali. Tash për